Mergja i Fes, Ajatullahu i Madh, Sheikh Beshir en Nejafi. Me emrin e Allahut të lartësuarit. Së pari, kushdo që pohon njësinë, teuhidin, beson në profecinë e Muhamedit, i biri i Abdullahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se mesazhi i tij është vula e mesazheve dhe e profecisë, beson në ringjallje dhe nuk refuzon asgjë nga ato që dihen, që janë prej konstanteve në Islam, është musliman dhe e përfshin në rregullat islame. Gjaku, pasuria dhe nderi i tij është i mbrojtur dhe është detyrë të gjithë muslimanëve që të mbrojnë gjakun, pasurinë dhe nderin e tij. Së dyti, ai që dëshmon dy dëshmit, dëshminë e njësimit, teuhidit dhe dëshminë e profecisë së profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dëshmon ringjalljen dhe nuk refuzon asgjë nga të domosdoshmet e Islamit. Nuk lejohet heretizmi i tij. Është transmetuar nga profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ndalimi rreptësisht i kësaj gjëje. Ai që përhap përçarje mes medhebeve, apo e quan të pafe një fraksion, a sekt që beson dhe pohon ato që përmenden më lart, ai ose është ignorant, xahil, ose hiqet si xahil, ose është kundërshtues i Islamit dhe përçan muslimanët për të shërbyer pushtuesit të pafe në përçarje dhe në ndarjen e muslimanëve.